Sot në darkë është premi radhës si Big Brother VIP Albania. Do të diskutohet për debatet e shumta si dhe për situatën mes Kesit dhe Kristit, ku ky i fundit i hodhi birr në kokë Kesit pasi ky po e bullizonte. Madje e shumë banor të tjerë kanë bullizuar dhe nuk e kanë lënë të flejë gjumë. Në shtëpi është edhe një ambient i pazbuluar, si dhe do të ketë hyrjet e reja, por kurioziteti i publikut është se kush do të jetë banori që do të largohet sot. Në nominim janë Armela, Juela, Lore, Lorna, Mal dhe Stenaldo. Sondazhet e shumta janë hapur për të parë se kush do të largohet. Në sondazhin e MTV Albania me pyetjen "Kë doni të largoni?" kemi këto rezultate. Banori më i votuar për të dalë është Stenaldo me 337 vota. Në vend të dytë Mal me 175 vota. Në vend të tretë Armela me 152 vota. Më pas Lorna me 146 vota, ndërsa në dy vendet e fundit si më pak të votuara për të dalë është Juela me 50 vota dhe Lore me 48 vota. Shohim se banori më i votuar për të dalë sot është Stenaldo dhe në vend të dytë është Mal. Por dinamikat e lojës ndryshojnë nga momenti në moment. Kujtojmë se në shtëpi ka një zarf të kuq për mos respektim të rregullave të lojës. Ndaj na mbetet të presim prajmin e sotëm për të parë se kush do të dali. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.